Ju dini që procesi I krimit të gjykatës filloi me raportin e Dick Martit, por mocioni për ta krijuar, për ta shkruar këtë raport, filloi nga një deputet rus I Dumës ruse në Këshillin e Evropës, Konstantin Kosaçev, I cili ishte nënkryetari I kuvendit, nënkryetari I Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, kryetari I Komisionit për Politikë të Jashtme, dhe zyrtarisht ai kishte bërë kërkesën si mocion që të shkruhet raporti Dick Martin, ndërsa pas tij I dyti ishte një deputet serb I partisë Vojislav Koštunicës, e afërt gjithashtu me Rusin, një parti nacionaliste në Serbi. Prandaj fillimet e raportit të Dick Martit, materialet të cilat u siguruan për të ishin sa nga Serbia qoftë edhe nga Rusia, dhe ne në atë kohë kemi ngritë si një shqetësim serioz se si shtetet tona aleate, qoftë amerikanët dhe evropianët, po insistojnë që të krijohet një gjykatë e cila nuk bazohej në fakte të vërteta, në akuza të rreme dhe ishte një mashtrim I madh. Dhe administratën Obamës e kemi pasur një përpjekje për të rivendosë, për të bërë një reset marrëdhënieve të mira mes SBA-ve dhe Rusisë, dhe që në atë kohë kemi pasur që mund të ketë ndonjë kompromis gjeopolitik dhe ne mund të jemi viktima të këtij kompromisi gjeopolitik. Çfarë po thotë zoti Steinbaum, shumë të tjerë të cilët kanë qenë të kyçur në politikën Kosovë, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që në atë kohë kanë pasur shqetësime të tilla të njëjta. Prandaj dhe kjo tregon që nëse Rusia mandej është rikthyer politike agresive të saj në raport me Evropën dhe me Perëndimin, në raport me Ballkanin, do të ishte edhe koha fundit që vetë Perëndimi ta rishikon funksionin e kësaj gjykate, me që gjykatat ndërkombëtare, kjo jona është ndërkombëtarizuara, janë shpeshherë edhe prodhimi I politikës. Kjo gjykatë ka filluar me një proces edhe me një raport I cili ka qenë kryekput politik, sigur se ka qenë raporti Dick Martit, është shkruar nga një politikan, procesi deri më tash ka qenë politik, o shpaqë nuk ka dëshmi konkrete, fare, për ta penalizuar dikën nga krerët e UÇK-s, dhe ne besojmë drejtësisë perëndimore dhe jemi të sigurt që me 16 shtator do të mbyllë çdo gjë mirë. Po në kaluarën ka qenë ashtu sikur se thotë zoti Steinbaum. Po, prandaj do duhet partnerët tanë amerikanë flasin më shumë për ligjët e tillë. E vërtetë është, po unë prandaj e solla këtë çështje jo për të gjykuar se çfarë ka ndodhur, se ne nuk e zhbëjmë dot, kanë kaluar dhe shumë kohë tani, por në dritën e zhvillimeve të sotme, ku Europa është përballë një kërcënimi rus, a duhet ngritur më shumë zërin nëse Europa është gati prap t'i bëj koncesione Rusisë edhe me këtë gjykat, me këto dhoma të specializuara, ashtu siç I ka bërë në të shkuarën me Krimen e me ngjarje të tjera, pra nuk është thjesht dhe vetëm një proces gjyqësor ndaj disa individëve, por kemi një proces gjyqësor ndaj një lufte të drejtë dhe një proces gjyqësor për të afruar Rusin, apo për ta kënaqur, po them, Rusin edhe Serbin bashkë. Pajtohem plotësisht me ju, do të thotë edhe tash duhet të thuhet qartë, por duhet të thuhet qartë nga kolegët e mi në qeveri, nga presidentja në detyrë, nga kryeministri Kurti e të tjerë, po nga çdo politikan në Kosovë, po çdo nga politikan në Shqipëri. Se nëse në atë kohë gjykata ishte një prodhim I një kompromisi gjeopolitik, dhe ne ishim viktimat e gjeopolitikës, të mbyllët ky cikël I viktimizimit të Kosovës për arsye gjeopolitike, se ne jemi një shtet I ri, I cili mbi gjitha është prodhim I vullnetit tonë për qenë të lirë dhe të pavarur, por I cili është edhe prodhim I ndërhyrjes dhe mbështetjes perëndimore në përputhje me normat liberale. Prandaj nuk guxon që këto norma liberale dhe drejtësia ndërkombëtare të shkilet dhe të penalizohet më në shembullin e Kosovës.
Dhe kjo gjë duhet të thuhet në Bruksel, duhet të thuhet në Strasburg dhe kudo tjetër. Do të mendoj që është koha e fundit që shqiptarët të ballafaqohen në mënyrë më serioze, jo vetëm me kundërshtarët e tyre strategjik, Rusinë dhe Kinën, por të jenë serioz në ballafaqim edhe me aleatët të cilët kohët e fundit nuk ka qenë shpeshherë të drejtë dhe të ferë në mënyrën se si e kanë trajtuar Kosovën dhe këtu në mënyrën këtu fjalën e kanë për gjykatën speciale e cila ka qenë një goditje për Kosovën, madje një goditje për provet e UÇK-s.